strategjia jote? Ti do të dalësh kandidat i propozuar nga partitë, i propozuar nga një komitet qytetarësh me firma? Si do të jetë kjo? Hyrja jote në garë. Fitoria ime do të jetë prishja e sistemit, se aty do dalë, ke pyetja që më bëre. Dhe prishjet do kalojmë nga plutokraci politike ose aristokraci politike në Shqipëri, do të kalojmë drejt demokracisë. Unë, në qoftë se do fitoj, dhe unë mendoj që do fitoj, do të kandidoj vetëm një mandat, dhe nuk do kandidoj 2 mandate. Edhe sikur ta dish fitoj. Ky do jetë një premtim që do t'ja u bëj njerëzve. Pasuria ime e sotme është vetëm një shtëpi. Domethënë për 40 vjet unë mezi kam blerë një shtëpi me kredirat vogla, me kështu her pas here dhe kam arritur tash ta blej një shtëpi kohët e fundit. Në qoftë se këta do mbën shkopin në rrota dhe do vazhdojnë, sidomos do ta fillojnë fillim bisedën me Berishën. Në qoftë se ai do nxjerr kandidat dhe domethënë kjo do tregojë që ai do bëhet me Ramën jam bashkë. Dhe se ke dyshimet i për këtë? Do ta shikojmë, po ti je i zgjuar s'duhet bërë kandidat. Po edhe po të mos vërë prapë me Ramën, është po gjithsesi. Vazhdoje atë që ne. Në qoftë se unë këta i mund, këta janë të zhytur deri këtu, e diti. Dhe duhet mendojmë fundin pasaj, po fitova unë. Në qoftë se unë mbas dhe Kabala dhe Dylberët fitojnë përsëri në Shqipëri, pra fiton Rama, këta s'kan qartë më bëjnë mua. S'kan, zero. Se unë jam kristal. Dhe